O Benart. Ha? Hajde am ndonjë pallati lere futbollin e punë. Jo, nuk vi. Ora hajde se kam replay po të. Edhe unë kam më shpirtin. Dhe ti, po lumë me replay? Po. Ora. Çunat e 17 janë ata? Po. Hajde bëjmë sa pyetje. Se? Hajde se kam sa pyetje. Hajde. Jemi me Leon Myrtaj dhe kemi sa pyetje të veçanta për të bërë. Leoni e gati? Po. Ish kolegun tim, se unë kam qenë portier, Daniel Çuli, përshëndetje. Përshëndetje të gjithë. Përshëndetje. Lukas Çekrezi. Lukas Çekrezi. Tani jemi me Renis Rexhepin, ha? Renis apo me Renis? pyetjet apo Denis është li? Unë bëj, zgjidhet ti. Kudo. Faleminderit. Me kontaren. Sa foto selfie ke bërë që kur e grumbulluar deri tani? Na i 3, 4. 3-4. Më bërë disa. Sa? Na 4 a 5 kam bërë. Direkt, ha? 4-5 ka gjë. 4-5 bëu kalçeto për ti. Çengo shumë. Ka shumë ke bë? Kështu një balkon, një kështu. Po. Ja 20. Çka ka shpak ti? Se na bën fotograf. Kanë foto. Cilën zgjedh? Të luash futboll me kostum zyrtar apo të luash futboll zbathur? Në mirë zbathur. Zbathur? S'kallë se vritesh jo? Jo, s'ka gjë. Me kostum zyrtar do t'ja thosh. Po me kostum luaj. Po ti portieri nuk e ke problem shumë kostumin, mendoj. Të luaj futboll zbathur. Kështu me kollare, kupton, me xhaket apo zbathur? Jo, zbathur. Zbathur. Cili lojtar i ekipit kombëtar mund të humbi autobusin për shkak të flokëve që rregullon? Leon Sulejmani. Sulejmani. Po. Shumë çek flok. Sulejmani kujdes me flokët. I ka edhe kaçurrela. Për mua Alem Vukaj i Interit. Alem Vukaj. Ky Vukaj problematik. Duket Vukaj. Vukaj. Po ky Vukaj ka marrë 3 vota. Djeni jashtë Vukaj. Tani kur jetë në shtëpia. Çfarë festimi bën ti kështu për golin që e mendon? Ka ndonjë festim që e bën gat? E bëj shqiponjen normalisht. Na trego pak. Sy. Ata e Dybales. Dybala. Na trego pak. Me kryqin. Bën kryq. Bën kryqi. 2 3. Sy! Shkela gjithë kujdes. Na i ballatina. Se nuk do ishe futbollist, ç'a do ishe? Tu punon ndërtim me babin. Ndërtim me babin? Kam shumë çik dhe tenis. Tenisin. Tenisin. Prap të sportin mbetemi, nuk ka problem. Sport. Mendimin tim lojtar basketball. Basketboll, prap. Tenis, basketboll, aty mbetemi prap, aty mbetemi prap. Nëse nuk do ishe bërë futbollist, ç'a do ishe bërë? Unë? Ha. Gangster. Gangster. Wow. Ti zgjedh, marrësh një karton për 10 sekonda, po ekipi jot fiton. Apo ti bën një lojë shumë të mirë, bën pritje, po ekipi jot humbet. Çike vështirë. Karton. Më mirë karton. Të fitojnë më mirë. Ma karton. Marrësh karton kush? Marr kartonin. Edhe të fitoj ekipi, ha? Që deri tani Çunat japin gjithçka për ekipin. kemi 3 lojtarë me të kuqe, po prap do fitojnë. Po të zgjohesh si CR7-a. Çfarë është gjëja pa që do bësh? Me Gjorgjinën pak. Me kë? Me Gjorgjinën. Me Gjorgjinën. Po. Më vjen mirë që Çfarë ëndre? Tha ata që mendonim të gjithë. Çfarë ëndre? Do bëja një knuckleball, ta çlloj topin, mund të rekënç. Okej, direkt. Çuan nga gjumi, knuckleball direkt. Ta marr Lamborghini në garazh. Një nga 37 Lamborghini të dedikuara për mua. Po të zgjohesh si CR7-a, gjëja pa që do bëje. Tani, në vend të kartonave të verdhë apo të kuq, gjyqtari kërkon t'i këndoshi karaoke. Çfarë këngë do i këndoje? Mora fjalë. Mora fjalë? Hajde, s'm çama tani via. Skifterja ime. Çfarë këngë? Gjamadani via, është Kosova, është Shqipëria. Mora fjalë, Mora fjale, mora vargun, mora qarkun. Me thurkan. Ti skifterja ime zemër, ti zemër. Bravo. Reprizreni mori Shkodër. Se ti t'ka Bravo. Kam një pyetje më vështira e futbollit. Këtë zgjeti Ronaldo apo Messi? Tani, lojtar më i mirë është Messi. Po më shumë qejf që kam unë është Ronaldo. Messi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Normal më tha su. Patjetër, po. Ronaldo apo Loricana? Si lojtar, them Ronaldo, po këtu brenda zemrës është Loricana. Bravo. Ronaldo apo Loricana? Loricana. Po, Cana apo Myrtaj? Jo, kam besim të vetë. Mirë taj. Okej. Ronaldo apo ti? Unë.
Ciao. Bravo. Gjithë mirat sa më shumë pritje. Gjithë mirat sa më shumë gole. Ciao. Faleminderit. Shumë faleminderit, am Gjithë fal mirë. se s'di mirë. Po jo më ç'ke.